Gjithashtu është përmend për të se ka shit një tokë që ka pas me një vend, tokë shtrejt, 700.000 dirhem i ka pas shpejt. Thot, gruaja e tij thot e pasha nuk u rahatike natën, s'u rahatike natën, as gjumi nuk e nxorri. I ka thonë, çka është puna jote që s'më pushon? Ka thonë gruaja, oj fisnike, që kështu. Ardhra s'më ka thonë oj fisnike. Qysh mund të më u rahatu kur shtëpinë time është kjo shumë e madhe e pareve edhe unë po flej rahat. Ka thonë ngdhi nesër mëngjesi edhe bashkë inshallah i ndajmë ato pare edhe i shpërndajmë tek njerëzit e varfër. I ka thonën wallahi nuk jeti tjetër veç fisnike, bia e besnikut. Kush ka qenë ajo? Ka qenë Ummu Kulthumi, çika e Abu Bekrit. Që thamë valdeska e pejgamberit sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Të nesërmen i ka nda komplet ato parë dhe i ka shpërda. Në fund i ka thonë, ja Eba Muhammed, o Ebu Muhammed, se Talha ka pas nofën Ebu Muhammed, ka thonë, a krejt për shmërdoj, për na kim nevojnë. Thot, pëse s'kallzove ma herën. Mere, thot, që të isha kanë mejtë. Sa kanë mejtë, ma pak se 1.000 dirhem. Qato isha kanë mejtë, qato i kanonën për shërbimet e veta. Talha radiallahu ta'ala anhu ka qenë pasanik i madh, për këtë arsye pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për Talhan ka thonë Talhatun fayyad. Mirësitë e tij, dhonat e tij, sadakat e tij, kur s'ka ditë më unal. Kur e ka lyp situata, ka qenë i gatshëm me sakrifiku me shpirtin e tij dhe trupin e tij. Kur e ka lyp situata, ka qenë i gatshëm krejt pasurinë e tij me dhon. Këtë gjendje, besoni, nuk e gjeni përveç se të qëta sahabit e mëdhaj. Qëta sahabit e parë që kanë pranu islamin. Kur menja nuk ju ka shkuar me u friksu diçka qoftë për pasurinë e tyre, qoftë për sakrificën e tyre, apo me shpirt edhe me trup.